Princ Leka ndan një selfie me blertën nga udhëtimi i tyre. Princ Leka ka zgjedhur të ndajë një moment të veçantë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Ai ka postuar një selfie pranë blertës, teksa çifti shfaqet i buzëqeshur dhe i relaksuar. Fotoja është realizuar në ambientet e njohura të Galleria Vittorio Emanuele II në Milano, një prej vendeve më ikonike dhe turistike të qytetit italian. Në sfond bie në sy kupola madhështore prej xhami që i jep fotos një atmosferë elegante dhe romantike. Postimi i Princ Lekës ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve.